hapi parë u hos në drejtim të ringritjes së udhëzimit ushtarake të pashalimat, e cila fatmirësisht nuk është shkatërruar deri në atë parë mase që të ishte komplet jashtë përdorimit të vet, të kërkonte një investim shumë të madh, por u ruajtur pjesërisht dhe me kujdesin e qeverisë turke është ruajtur komplet si objekt edhe si makineri pavarësisht që ka pësuar dëmtime sidomos në vitin 97, ajo është në gjendje që të rifillojë dhe ka punuar pjesërisht për prodhime të flotos ushtarake apo flotos tregëtare, detare për vendin tonë edhe për vendet e tjera. Dërsa tani u lidh një marrëveshje ku një kompani navale, Fincantieri, e cila është një kompani shumë e vjetër dhe me shumë eksperiencë në prodhimin e mjeteve lundruese për qëllime ushtarake dhe tregtare, ka filluar bashkëpunimin konkret për ringritjen dhe organizimin e prodhimeve për flotën ushtarake shqiptare, e cila deri tani nuk ekziston, por ndoshta do të ringrihet gradualisht, si dhe për flotën ushtarake italiane dhe për vendet e tjera të NATO-s.